fundit. Të dashur besimtar, të respektuar vëllezër dhe motra. Sot do të shpjegojmë surën e radhës, që është Suratul Mu'minun. Surja me emrin besimtarët. Allahu Gjellëshanuhu pikërisht ka shpallur një surë në Kur'anin famëlart, një surë mekase me 118 ajete dhe i ka vendosur emrin Mu'minun. Dhe është një surë që me këtë emër ka një mësim shumë të madh për gjithë secilin prej nesh, për vetë faktin sepse mu'minun do të thotë besimtarët, mirë po gjithashtu gjithë secili prej nesh e dim që e quajmë veten musliman. Pra, Kur'ani famëlart po na paraqet dy terma, musliman dhe mu'min. Pra, besimtar i nënshtruar, musliman, dhe besimtar në terminologjinë pra arabe mu'min, që do të thotë një besimtar i sinqert me zemër tek Allahu Gjellëshanuhu. Por këto të dyja janë shumë të rëndësishme t'i kuptojmë ne si besimtar dhe pikë së pari për të bërë atë vetë llogarinë e madhe. Pra të shohim veten tonë se në cilën kategori bëjmë pjesë. Që në fakt këtu ka një term shumë të rëndësishëm që duhet ta kuptojmë. Për shembull, ka një rregull në sheriatin islam që thotë idha tafarraqu ijtamahu wa idha ijtamahu tafarraqu. Kur fliten të dyja bashk në një fjali, në një kontekst, ato kanë kuptim të veçantë. Kur përmenden të dyja bashk, kanë kuptim të veçantë. Por kur përmenden veç e veç, kanë kuptim të njëjtë. Që do të thotë, nëse ne themi që filani është një besimtar i mirë, filani është një musliman i mirë dhe e flasim në mënyrë të përgjithshme, ka kuptimin që ai është besimtar në Allahun Gjellëshanuhu. Por ama kur duam ta specifikojmë dhe themi që filani është një mu'min shumë i mirë, kemi për qëllim që islami i tij është shumë i thellë, është shumë i sinqert, është shumë i përparuar, është një islam që është i dëshmuar me detaje në përditshmërinë e tij. Por ama kur ne flasim me veçanërisht pra për një besimtar, atëherë ka një dallim shumë thelbësor midis t'i thuash dikujt që është muslim dhe t'i thuash dikujt që është mu'min. Dhe këtë e ka bërë dallimin edhe vetë ëngjëlli Xhebrail kur erdhi tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, ke hadithi i famshëm i Xhibrilit që e pyet: "O Muhammed, akhbirni anil Islam wa akhbirni anil iman." Dhe i tha: "O Muhammed, më trego çfarë është Islami dhe më trego çfarë është imani." Pra, bëri një dallim Xhibrili alayhi salam dhe përgjigja e profetit alayhi salatu wassalam ishte po ashtu duke bërë një dallim. Dhe kur tha për Islamin, tha që Islami është të dëshmosh la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të bësh haxhin. Ndërkohë, kur tha për imanin, profeti alayhi salatu wassalam tha që të besohet Allahu, të besohen melajket, të besohen profetet, të besohen libra, të besohet ringjallja dhe të besohet kaderi Allahu Gjellëshanu. Do të thotë, mu'min, iman, që ka një çështje që i përkis ka zemrës, të besosh me zemër, ndërsa islam, muslim, do të thotë që të sillke në praktik urdhëresat e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelalu. Prandaj mund të themi që imani është me zemër, ndërsa islami është me punë të jashtme. Dhe sa më e mirë pa diskutim që ne të punojmë me zemrën tonë, aq më të mirë do të jemi në praktikën tonë për ta sjellë në praktik islamin. Prandaj thuhet në një rregull tjetër që ai që është mu'min është edhe muslim, por ai që është muslim ndoshta nuk është mu'min. Dhe kjo është pika kryesore që duam të marrim mësim nga kjo hutbë e sotme. Pra, çdo kush që është mu'min, besimtar me zemër i sinqert tek Zoti, quhet automatikisht musliman. Por jo çdo kush që quhet musliman mund të jetë mu'min. Po pse? Ku është ky dallim? Këtë dallim e bën Allahu Gjellëshanu në surën Huxhurat, ajetin e 14,
ku na flet për një ngjarje interesante që ka ndodhur kohën e Profetit alayhis salatu wasalam. Thot Allahu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Erdhi një fisi Beni Esed, që shkoi tek profeti Muhammed alayhis salatu wasalam dhe pranoi islamin. Pra pranoi të nënshtrohet fuqisë së islamit, pranoi të bëj paqe me Muhammedin alayhis salatu wasalam dhe mos t'i shpallte luftë, në të kundërt do të luftohen nga profeti Muhammed alayhis salatu wasalam. Dhe këta i pari i këtij fisi, edhe për të përfituar nga statusi i ta quajturit veten musliman dhe fis musliman, do të merrte shumë benefite, përfitime nga ky emërtim. Do të merrte plaçkën e luftës, do të kishte privilegje të mëdha. Dhe shkuan tek profeti alayhis salatu wasalam dhe i than: "O Muhammed, besuam, u bëm mu'min." Qalatil arabu amanna, than këto arabët, ky fis, që besuam, ndërsa Allahu ja kundërshtoi dhe i tha: "Thua jo Muhammed, kul lem tu'minu, jo, nuk jeni bërë besimtar, walakin kulu aslamna, po thoni jemi bërë musliman, pra jemi dorëzuar." Dhe çështja e këtij fisi, apo edhe në një rast tjetër, profeti Muhammed alayhis salatu wasalam po shpërndante pasuri tek disa njerëz që ishin në fillesat e tyre të pranimit të islamit për t'i ngrohur zemrat me fenë e Zotit. Dhe Sa'd bin Abi Waqqasi i thot profetit alayhis salatu wasalam për një person që nuk i dha profeti alayhis salatu wasalam pasuri, ndërsa të tjerëve i dha pasuri. Dhe i tha: "O i dërguar i Zotit, pse nuk i dhe dhe filanit, sa ai është një mu'min shumë i mirë?" Profeti i tha: "Thuaj muslim." Ai përsëriti: "Po është një mu'min shumë i mirë." I tha profeti: "Jo, thuaj që është musliman shumë i mirë." Dhe i tha përsëri që është mu'min shumë i mirë, dhe herën e tretë profeti alayhis salatu wasalam tha: "Thuaj që është një musliman shumë i mirë." Sepse donte profeti alayhis salatu wasalam që njerëzit gjykohen me veprat e tyre në të jashtme, ndërsa çështjen e zemrës, a është mu'min apo jo, a është i sinqert apo jo, a është hipokrit apo jo, është çështje zemre që e di vetëm Allahu xhaleshanu, por ne jemi të obliguar që njerëzit t'i gjykojnë me të jashtmen e tyre, me veprat që ata bëjnë. A falet, a agjeron, a bën haxh, ai është një musliman, themi ne, dhe pra e fusim në besimin ton, që ai nëse do të vdesi në atë gjendje, ai patjetër do të ketë xhenetin e Allahu xhelleshanu. Por ama kur themi mu'min, këtu tashmë flasim për një musliman të një kategorie tjetër. Një musliman që është shumë i lidhur me sinqeritet në besim me Allahun xhelleshanu. Dhe kanë thënë dietarët nga këto dy raste, dhe Kur'ani dhe ky hadith i profetit alayhis salatu wasalam, se kur flasim për musliman e ndajmë në dy kategori. Një kategori është kur bësh musliman me gjuhë, si puna këtij fisi, që e pranuan islamin vetëm anë të gjuhës, por ndoshta namaz nuk falnin, ndoshta agjerim nuk bënin, ndoshta shumë urdhëresa të Zotit nuk i bënin. Dhe pikërisht këtu ne i fusim të gjithë njerëzit dhe i quajmë musliman. Ai është musliman, e pranon Allahun, një Zot të vetëm, e pranon profetin alayhis salatu wasalam, por ama është i mangut në vepra, nuk i ka namazet në rregull. Por ama e quajnë veten musliman dhe ne e quajmë atë musliman. Por ama nuk është në rregull me urdhëresat e Zotit. Ama kur flasim për mu'min, thomi që ky është besimtar i sinqert me zemër dhe me vepra. Mu'mini nuk toleron tek praktika islame, ndërsa muslimani mund të tolerojë tek praktika islame. Prandaj ajo çfarë është shumë e rëndësishme të dashur besimtar është që për të kuptuar pra pikërisht këtë dallim midis mu'min edhe muslim, do të thotë që ne duhet të synojmë që të jemi mu'min tek Allahu xhalleshanu, që automatikisht na bën musliman të sinqert. Por ama nëse mbesim vetëm tek termi musliman, atëherë do të kemi probleme edhe me praktikën e përditshme më pas me islamin, me urdhëresat e Zotit. Dhe prandaj thash në fillim, janë dy terma që gjithë secili do të bëj llogarinë me veten e tij. Kush është më mirë, të jesh mu'min tashmë apo të jesh muslim? Dhe automatikisht kuptohet që lum ai që është prej mu'minunve, që është shumë korrekt me të gjithë kushtet e besimit dhe është shumë korrekt me të gjithë praktikën e islamit.
Ndërsa ai që është muslim, shohim pra që në zemrën e tij nuk ka arritur besimin në atë grad aq të fortë sa që ta çojë atë dhe të jetë një praktikant i zellshëm i të gjithë kushteve dhe urdhëresave të Allahu xhaleshanu që ka vendosur për ne. Prandaj duhet të punojmë fort që ne imanin tonë në zemër ta shtojmë, ne imanin tonë në zemër ta forcojmë. Pra të bëhemi prej mu'minunëve të sinqertë, sepse vetë Allahu xhaleshanu e ka përcaktuar. Do të dallosh se kush është besimtar, mu'min i sinqertë tek Zoti xhaleshanu. Vetë Allahu thot në Kur'anin Fisnik: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Besimtar të sinqertë të vërtetë tek Allahu janë ata që kur përmendet Allahu wajilat qulubuhum, i rënqethen atyre zemrave. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. E kur i vin faktet dhe argumentet e Allahu xhaleshanu, u forcohet atyre besimi, u shtohet atyre besimi. Dhe pikërisht, këta janë ata të cilët praktikojnë namazin, këta janë ata të cilët japin zekatin. Pra nëse zemra do të jetë e mbushur me besim të sinqertë, do të demonstrohet kjo më pas, do të sillet kjo më pas në praktik në të gjitha urdhëresat e Allahu xhaleshanu. Dhe po ashtu tha Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu." Besimtarët të vërtetë tek Allahu janë ata të cilët e besuan Allahun dhe të dërguarin e tij dhe nuk u kthyen më nga kjo çështje. Janë shumë të sinqertë në besim, janë shumë të vendosur në besim dhe janë praktikant të gjitha urdhëresave që Allahu xhaleshanu ka vendosur. Dhe po të shohim, të dashur besimtar, mund të themi që dietarët kanë dalë në konkluzionin që mund të themi që ka besimtar, ka mu'minun, pra kemi mu'minun të cilët janë besimtar në Allah, e besojnë Allahun, por janë pa islam, janë pa praktik islame. Por ama mund të kemi musliman, por që janë pa besim. E si mund të ndodhë kjo? Për shembull, rasti që përmenda tek ajeti më lart, ne aty kemi musliman, por pa besim. Sepse pranimi i islamit të tyre ishte interes i kësaj bote dhe nuk kishin ndjenjë besimi tek Allahu xhaleshanu. Por nga ana tjetër, ne mund të kemi besimtar që e besojnë Allahun, e besojnë të dërguarin e tij, i besojnë kushtet e besimit, por janë pa namaz. Por janë pa praktik islame. Dhe shohim që ajo çfarë është e rëndësishme në këtë rast është çështja e besimit të sinqertë tek Allahu xhaleshanu. Sepse në kohën e profetit alayhi salatu vesselam kishim hipokritët që jetonin midis muslimanëve. Jeta e tyre praktike ishte musliman, por ama zemra e tyre ishte pa besim, ishin hipokrit. Pra shikojmë musliman pa besim. Praktika e tyre është islame, por zemra e tyre është pa besim në Allahun xhaleshanu. Por nga ana tjetër, tham kemi besimtar të sinqertë tek Zoti, por besimi i tyre nuk është aq i fortë. Nuk ka arritur në atë gradën e mu'minunit të sinqertë që të kalojnë në praktikën me emergjencë të madhe tek ato çfarë ka urdhëruar Allahu xhaleshanu, sepse mu'mini i sinqert është ai që jeton çdo ditë sikur të ishte e fundit për të. Dhe sikur ne të mendojmë çdo ditë tonën sikur të jetë e fundit e jetës tonë, atëherë kjo automatikisht do të na çonte në praktikat islame, sepse askush nuk do të donte të vdiste dhe atë ditë mos kishte falur namazin. Askush nuk donte të vdiste dhe të ishte në gjuna, larg urdhëresave të islamit. Prandaj dhe kur shohim në përgjithësi, dietarët e mëvonshëm çështjen e besimit në Allahun xhaleshanu e kanë komentuar në tre pjesë dhe kanë thënë tauhidi rububie, tauhidi uluhie dhe tauhidi esma u sifat. Që do të thotë tauhidi rububie shohim që ka njerëz në përgjithësi dhe musliman që e quajnë veten në përgjithësi, që e njohin Allahun xhaleshanu si krijuesin e tyre absolut. Ai që ka krijuar universin, që na ka dhënë jetën, që na e merr jetën. Mirë, po këto njerëz nuk e adhurojnë Allahun xhaleshanu. Nuk kanë kaluar tek pjesa e dytë e tauhidit uluhie, që do thotë ta besosh Allahun si Zot dhe krijuesin tënd, por edhe ta veçosh atë në adhurim. Dhe
njerëzit që e praktikojnë pikërisht dhe e besojnë çështjen e tauhidit uluhie, pra që ta veçojnë Allahun në adhurim, janë pikërisht besimtarët e sinqertë që e adhurojnë Zotin me gjitha urdhëresat e tyre. Po mirë, po çështja e emrave të bukur të Allahut xhaleshanu, ta njohim Zotin me emrat dhe cilësitë e tij, kjo është pikërisht ndarja që bëhet midis besimtarëve. Pra që ka besimtarë që falen, që janë të sinqertë në besim, por ama ka dhe të tjerë që janë të lartësuar në dituri. Yerfa ilahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu ka bërë dallim midis besimtarëve, për atyre që i ka dhënë dituri, i ka ngritur në gradë të larta. Dhe pikërisht besimtarët dallojnë nga njëri tjetri. Edhe pse të gjithë mund të jenë besimtarë dhe praktikant, por ama midis tyre ka të sinqertë, midis tyre ka të ditur, midis tyre ka që e njohin Allahun më së tepërmi, midis tyre ka që i friksohen Allahut më së tepërmi. Dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik, "Wa ma yakhshallaha min ibadihi ulama", dhe nuk i friksohet Allahut më shumë se sa ai që ka dituri, se sa ai që është dietar. Sepse dituria në Zotin xhaleshanu e ka bërë ato që në zemrën e tij të jetë i sinqert në besim. Dhe ajo çfarë shohim më pas në surën Mu'minun janë pikërisht ajetet e para që kjo sure ka marrë dhe emrin, ku Allahu xhaleshanu bën pikërisht dallimin. Dhe thot Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Nuk thot muslimanët, nuk thot muslimanët, po kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë këto besimtarë? Alladhina hum fi salatihim khashiun, ata të cilët janë të përulur dhe të devotshëm në namazin e tyre. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ata të cilët i shmangën të kotës dhe punëve dhe fjalëve të kota. Ata të cilët rregullisht e japin zekatin, ata të cilët e ruajnë derin e tyre, ata të cilët janë që nuk i shkelin kufit e Allahu xhaleshanu dhe normat e caktuara. Dhe të tillët thot Allahu xhaleshanu janë ata që do të alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ta do të jenë trashëgimtarët e vërtetë të xhenetit Firdaus dhe do të jenë përgjithmonë atje. Pra shohim që mu'minunët janë ata që sjellin në praktik çdo urdhëresë të Islamit me sinqeritet. Dhe kjo është një dallim thelbësor të dashur besimtarë në doktrinën islame, që siç thash në fillim, gjithë secili duhet bëj një llogari me veten e tij dhe të shikojë në çfarë gjendje është, që të ketë mundësinë të përmirësohet në raport me Allahun xhaleshanu, dhe ajo çfarë lut Allahun xhaleshanu është na bëj prej besimtarëve të sinqertë dhe muslimanëve të sinqertë në praktik, që të fitojmë kënaqësitë e Zotit në dynja dhe në ahiret, dhe lut Allahun e lartësuar të na bashkojë me të sinqertët, me besimtarët, me besnikët, me profetët në xhenetet e tij të larta, siç jemi gjithë së bashku në këtë xhami. Wa